Në zhurmën dhe rëmujën e qytetit të New Yorkut, Mariana, një pronare lokale kafeneje, po përballen me sfidat e dy fyshta të vështirësive financiare dhe mungesës së stafit. Një ditë ajo u ndesh me Tomi, një burr i pastër që kërkonte punë. E goditur nga vendosshmëria e tij, Marina vendosi t'i ofronte atij një punë në kafenejen e saj. Pa e ditur, ky akt në duke i zakonshëm i mirësisë po shkonte drejt një zbulimi të paparashikuar, duke ndryshuar atmosferën e kafenes dhe jetën e tyre përgjithmonë. Mariana me natyrën e saj të mirë, i zgjati dorën e besimit Tomit, duke vlerësuar potencialin e tij më shumë se sa të kaluarën. Prandaj zbulimi i saj për të vërtetën shqetësuese në lidhje me të u ndjej si një tradhti i hidhur. Ky zbulim i papritur trazoi një stuhi emocionesh brenda saj, zemrim për mungesën e sinqeritetit të tij, zhgënjim për besimin e vendosur në mënyrë të gabuar dhe një trishtim i fshehur për mundësim e humbur. Por edhe mes këtij turbullimi ajo mbajti shpirtin e saj të qëndrueshëm e gatshme të përballej me kapituj që do të pasonin. Mariana nuk e kishte imagjinuar kurrë se sa shumë do të transformojë jeta e saj. E gjitha nisi kur ajo i ofroi një dorë ndihme Tomit, një burr me një të kaluar misterioze dhe një jetë në rrugë. Nuk e dinte që ky vendim do të çonte në një varg ngjarjesh që do ta bënin të vinte në dyshim gjithçka. A do ta pendonte zgjedhjen e saj apo kishte më shumë tek Tomi se sa dukej në pamjet e parë? Vetëm koha do ta tregonte. Por përpara se të fillojmë, shtypni butonin e pëlqimit, abonoheni dhe mos harroni zilën e njoftimeve që të mos humbni asnjë nga historitë tona që do të pasojnë. Mariana kishte derdhur gjithë zemrën e saj në ëndër për kafenin e saj, por zemra e qytetit të New Yorkut po tregonte të ishte një vend i vështirë për ëndra të tilla. Shpenzimet e larta ishin ndërmuese dhe ajo ishte detyruar të përshëndetej me disa nga anëtarët e ekipit të saj. Tani, ngarkesa e punës po i qëndronte si hije e pandashme, duke kthyer ëndrën në një mak të pandalshëm. Shpresa e saj dikur plot gjallëri po zbehej, sikur ishte në kufit e fundit në stuhin gjithnjë e më të fuqishme të sfidave. Mariana në dëshpërin hodhi me një anë të gjitha normat konvenciale, duke ndërmarrë një zgjidhje të papritur. Kërkimi i saj për një praktikant pa pagesë mori një kthes të paparashikuar kur ajo u ndesh me një burr të pastrer lokal. Në të kundërtën të saj, që kishte parashikuar, ajo gjeti potencial në shpirtin e tij të porulur dhe në vendosshmërinë që ai kishte. Në një kthes të pazakontë, ajo vendosi të jepte një shans. U habit kur pa se ai ishte i aftë të bënte punën dhe dukej si një bekim i vërtet. Tom, një burr që i kishte bërë rrugët shtëpi për vite më radh, kishte mbijetuar fal mirësisë së të panjohurve. Një ditë jeta e çoi në rrugë tek Mariana. Një kthes e thjesht fati, një moment i pastë rastësie që asnjëri prej tyre nuk e kuptoi se sa do të ndryshonte rrjedhën e jetës së tyre. Tom ishte i tembushur me mirënjohje gjatë takimit të tyre të parë. Ai përjetoi një shpresë të re se më në fund mund të çlirohej nga cikli dhe të gjente një rrugë për t'u kthyer në një jetë më të mirë. Ndërsa qielli u errësua dhe një shi fort nisi të binte, Tom vrapoi drejt përqafimit të ngrohtësisë të kafenesë së Marianës. Ai shkundi shiun, sytë e tij përshtateshin me brendësinë e rehatshme të ndriçuar nga drita të buta dhe mikpritëse. Aroma e kafes së freskët dhe tingujt e të qeshura ofronin strirë dhe stuhje e papritur. Ai ishte thjesht rastësi që ai hyri aty, apo kishte një përshpëritje fati në zgjedhjen e tij. Kafeneja tashmë ishte e mbushur me klientë që kishin hyrë për të mbrojtur nga shiu i rrëmbyeshëm. Pavarësisht hezitimeve të saj fillestare, Mariana e gjeti veten duke nguruar në pamje të burrit të lagur nga shiu. Vështirësitë e tij ishin të dukshme, duke zgjuar një ndjenjë të thellë dhe të theksuar dhe mshurie brenda saj. Megjithatë, ajo gjithashtu kishte një vetë të jetë të mprejtë për ndikimin e mundshëm në biznesin e saj. Ishte pikërisht atëherë kur Tom, duke ngritur sytë nga këpucët e tij të vjetra dhe të përshkuara, paraqiti një ofertë të jashtëzakonshme. Propozimi i tij papritur dhe intrigues bëri që Mariana të ndalonte, duke menduar mbi pasojat e mundshme të kësaj situate të pazakontë. Për herë të parë ajo ndjeu diçka për të shqetësimeve praktike. I zënë në stuhi, Tom ofroi shërbimet e tija për kafenejen e Marianës të këmbim të një strehimi të përkohshëm. Sytë e tij të mbushur me sinqeritet pasqyronin gatishmëri për të ndihmuar në çfarëdo mënyre që të ishte e nevojshme. Megjithëse ishte i pastre, ai pretendonte se kishte përvojë në restorante. Ky propozim i papritur e la Marianën në dilemë, duke peshuar përfitimet e mundshme kundrejt rreziqeve. Ideja që Tom të ndihmonte në kafene duke njëkohësisht të mbreslënëse dhe frikësuese. Ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë se do të arrinte deri këtu. Në situatën e saj të vështirë, Mariana mendoi për tualetin e papastruar. Vështrimi i saj kaloi nga sytë lutës të Tomit, pasëri tek ta kafeneja. Ishte pikërisht atëherë që ajo vendosi të jepte Tomit një shans. Fundja, tualeti kishte nevojë të dëshpëruar për pastrim.
Ideja që një buri pastre të merrte përsipër këtë detyrë ishte e pazakontë. Megjithatë, ajo gjeti veten të gatshme për të thyer vijat konvencionale, ndoshta kjo mund të funksiononte për të mirë. Tomi u kënaq me ofertën, duke pranuar atë pa as më të voglin hezitim. Me tualetet që shëndrisnin si diamant polak, Tomi vështroi Marianën me sy që pyeti nëse kishte ndonjë punë tjetër që mund të bënte. Shiu i pandalshëm ishte pengesë jashtë, por brenda kafenes dukeshin se po shfaqeshin mundësitë e reja. Mariana mendoi ndërsa mendja i punonte me mundësitë. Duke parë gatishmërinë e tij, ai vendosi të vinte në provë përvojën e tij në restorant. Kjo mund të ishte mundësia e Tomit për të treguar vlerat e tij dhe ndoshta edhe për të ndryshuar jetën. Mariana i dha Tomit një buzëqeshje të ngrohtë dhe inkurajuese. Pastaj bëri me dorë drejt kuzhinës. Ti do të përgatitesh drekën, i tha ajo me një ton të lehtë, por plot besim. Siç nuk kishte klientë dhe asnjë ndonjë porosi të prapëmbetur, kishte në luksin e rrallë të kohës. E u rritur vetë, Mariana ishte e sigurt se edhe Tom ndjente të njëjtën gjë. Kjo ishte një mundësi jo vetëm për një vakt, por për Tomin që të tregonte aftësitë e tija kulinare. Ndoshta ky ishte momenti i kthesës që të dyve u duhej një drekë përbashkët dhe shpresa të përbashkëta. Propozimi i tij i papritur dhe intrigues bëri që Mariana të ndalonte, duke menduar mbi pasojat e mundshme të kësaj situate të pazakontë. Për herë të parë, ajo ndjeu diçka për të shqetësimeve praktike. I zënë në studi, Tom ofroi shërbimet e tija për kafenenë e Marianës në këmbim të një strehimi të përkohshëm. Kundër çdo shansi, vati që Tomi përgatiti ishte thjesht i jashtëzakonshëm. Aroma që përshkoi kafenenë ishte jo shëse një përzierje artistike e një supe të bërë në shtëpi, një sanduiç të punuar me kujdes dhe disa patate të skuqura të shijshme, të gjitha jashtë menys, të gjitha të përgatitura në mënyrë të shkëlqyer. Mariana mbeti e habitur, pritshmëritë e saj u tejkaluan nga ky burr që vetëm disa orë më parë kishte qenë i pastrej. Ajo u maltit nga talenti i tij i lindur në kuzhinë, i fshehur deri në këtë moment zbulues. Tom qëndroi pas krenar, duke paraqitur punën e tij me buzëqeshjen më të madhe që kishte bërë ndonjëherë. Ai ja kishte dalë. Mariana, duke parë talentin e pashfrytëzuar të Tomit, mori një vendim që do të ndryshonte jetët e të dyve. Me një zemër të mbushur me shpresë dhe admirim, ajo ofroi atij një punë aty për aty, një shans për një fillim të ri, një vend për të fjetur në kafene, një pjesë nga bakshishet dhe një mundësi për të përdorur aftësitë e tij kulinare për një qëllim më domethënës. Ishte një ofertë e përulur, por për Tomin ishte një derë drejt një bote larg vështirësive të rrugës. Pa hezitim ai e pranoi me mirënjohje. Mariana në fillim nguroi, nuk ishte sigurt se si do të reagonin klientët nëse do ta dinin se Tom, një burr që kishte qenë i pastrej, ishte tani pjesë e stafit të kafenesë së tyre të dashur. Frika e saj buronte nga dëmtimi i mundshëm i reputacionit të kafenesë, por siç do të tregonte koha, shqetësimet e saj ishin të pabazuara. Ndoshta prania e Tomit do të ishte diçka e veçantë, një kthesë fati që do të tërhiqte më shumë njerëz në kafene, apo ndoshta historia e tij do të frymëzonte të tjerët. Sido që të ishte rezultati, Mariana ishte vendosur që ta mbante praninë e Tomit sekret tani për tani. Pavarësisht kalimit të Tomit nga rruga në pozicionin e stafit në një kafene lokale, e kaluara e tij nuk mbeti pa u vënë re. Dita e tij e parë në punë ishte një zbulim për shëm nga klientët e rregullt. Fytyrat ndriçuan nga njohja, peshpërimat përshkuan ajrin dhe gishta tregues u ngritën në mënyrë të fshehtë drejt tij. Pas viteve të tëra duke jetuar si pastrin në lagje, Tom padashe ishte bërë një figurë e njohur. Roli i tij i ri në kafene dukej se nxiste një ndjenjë komuniteti mes vendasve. Për habin e madhe të Marianës, vendimi i saj për të punësuar një person të pastrej shkaktoi një valë mbështetjeje në internet. Platforma të ndryshme të medjave sociale buqiten me admirim për aktin e saj të mirësisë. Kjo nuk sinjalizoi fundin e ëndrrës për kafenen e saj siç kishte frikë ajo. Përkundrazi, rezultoi në një valë pozitive dhe rritje të numrit të klientëve nga një komunitet i frymëzuar që e vlerësonte qasjen e saj të mëshirshme ndaj biznesit. Kafeneja e saj nuk shërbente më vetëm për kafe, ajo shërbente edhe një dozë njerëzie. Kafeneja pa një fluks të menjëhershëm klientësh. Tërhequr jo vetëm nga aroma joshese e kafes, por edhe nga historia frymëzuese e punësimit të Tomit. Ushqimi i shishëm i përgatitur me dashuri nga Tomi u bë temë e qytetit. Dëshmit me gojë dhe ndarjet online u rritën me shpejtësi, ndërsa klientët shpërndanin me zell lajmin për kafenen që nuk shërbente vetëm vakte, por edhe shpresë dhe dëmshuri. Akti i thjeshtë i dhënies së një pune një burri të pastrej kishte shëmbruar biznesin e Marianës në një simbol të shpirtit të komunitetit.
Kafeneja e Marianës ishte plot me biseda të gëzueshme dhe aromën e ëmbël të kafes së sapo shërbyer. Banorët e qytetit dyndeshin, të joshur nga shija e pakrahasueshme ushqimit të saj, mosbesimi që i gjëmonte në mendje thuajse si një parall, zbehi nga zhurma e vazhdueshme e klientëve të kënaqur. Ishte një ëndër e bërë realitet të gjithafar një hap i besimi ndaj Tomit. Apo ndodhte me të vërtet? Apo ishte thjesht shumë e mirë për të qenë e vërtet? Kafeneja e saj nuk po mbjetonte më, ajo po rrëzonte. Pas një jave prove të mbushur me premtime, Mariana ndihej sikur se Tomi ishte pjesë që mungonte në mozaikun e kafenesë së saj. Ajo vendosi t'i ofronte atij një kontratë formale, një që do të kalonte përtej pasigurisë së bakshisheve, duke i siguruar një pagë të qëndrueshme dhe përfitime të plota. Kjo do ta lejonte gjithashtu të vazhdonte të përdorte kafenen si stre e tij gjatë natës. Megjithatë, sapo zbardhej dita dhe Mariana filloi të hartonte marrëveshjen u përballë me një pengesë të papritur. Tom, mirë dhe punonjësi i saj sapo gjetur, ishte dukshëm i munguar. Prania e tij e qëndrueshme kishte qenë një ngushëllim, një konstante në rrjedhën e vrrytshme të kafenesë. Mariana hodhi sërish syt nga ora, pastaj nga dritarja. Shqetësimi i saj rritej në çdo minutë që kalonte. Mungesa e tij ishte shqetësuese, pasi ai kishte treguar një ndjenjë të fortë përgjegjësie dhe përkushtimi. Ajo pyeti veten se ku mund të rishte, duke shpresuar me gjithë zemër që të ishte i sigurt. Kjo kthese pazakonte ngjarjeve late të hutuar, një përgjigje shqetësimi dhe zhgënjimi e mbërtheu. Zemra e Marianës rrite nga ankthi kur vuri re hapësirat bosh ku më parë kishte qenë Tomi. Mungesa qoftë edhe e sendit më të vogël të tij. I honte fuqishëm në qetësinë e kafenesë, duke pikturuar një pamje të ashpër të largimit të tij të papritur. Realiteti e goditi fort. Tom kishte ikur pa lënë ndonjë përshëndetje apo një fjalë, duke mos lënë gjë tjetër veç fantazmës së pranisë së tij dhe një boshllëk në zemrën e saj. Largimi i Tomit nuk ishte vetëm një goditje emocionale për Marianën, ishte edhe një situatë profesionale e vështirë. Ajo varrej nga talentet e tij kulinare për të kënaqur klientët. Një ndjenjë tmerrje mbuloi ndërsa mendonte për ditët e ngarkuara përpara, plot me klientë që mezi prisnin pjatat unike të Tomit. Si do të mund të njoftonte lajmin? Por në këtë moment paniku ajo kuptoi gjithashtu se duhej të mbetej e qëndrueshme për kafenen e saj, për ekipin dhe më e rëndësishmja për veten. Ndërsa Mariana mbyllte derën e kafenesës të ditë, një heshtje pazakonte përfshir vendin. Hapësira e dikush me plot gjallëri dhe energji, që honte nga tingujt e lugëve që përplaseshin dhe nga të qeshrat e zjarta, tani tingëllonte vetëm me shqetësimet e saj. Kafeneja pa Tomin ishte një trup pa shpirt, por ajo nuk ishte një grua që dorëzoi lehtë. Ajo e dinte se kërkimi i saj do të ishte i vështirë, por ishte e vendosur ta gjente Tomin dhe ta sillte sërish në kafene. Me një thjesht shpresë në zemër, ajo doli në rrugët e qeta duke filluar misionin e saj. Me një zemër të mbushur me shpresë dhe shqetësim, Mariana i drejtua komunitetit e të pastrejve, fëmijëve jo zyrtar të Tomit për disa vite më radhë. Pyetja e saj u përhap në ajër, por u prit me tundje të trishtueshme kohke me sy të ulur. Miqtë e Tomit shprehin zhgënjimin e tyre, ata nuk e kishin parë për javë të tëra. E dinin që ai kishte gjetur stre në kafenen e Marianës, por që nga ajo kohë nuk kishin pasur më kontakte me të. E hutuar dhe me një ndjenjë dëshpërimi, Mariana ndjeu se kishte arritur në një pikë pa rrugdalje. Ku mund ta kërkonte Tomin tani? Në strejmore, në park, në rrugicat e pasme që të pastrit i quanin shtëpi. Mendja i vlonte nga pyetjet, një kaos i ushqyer nga realiteti i papritur në të cilin ndodhej. Papritur telefoni i saj vibroi me një njoftim, një etiketim në Instagram. E intriguar, ajo hapi aplikacionin dhe u zbart në fytyrë. Postimi ishte një foto e Tomit, i trishtuar dhe i braktisur, duke pritur në radhë dhe një bank ushqimore. Për shkrimin në foto shprehte indinjat që një kuzhinier mjeshtër po trajtohej në një mënyrë të tillë. Mariana mbeti e shtangur, si ishte mundur kjo? Ajo e dinte që Tomi po kalonte një kohë të vështirë, por nuk e kishte menduar kurrë se ishte aq keq. Ajo u skuq, jo nga faj, por nga hutimi. Ajo gjithmonë e kishte pritur mirë Tomin, atëherë pse nuk ishte kthyer. E shqetësuar Mariana u nis drejt bankës së ushqimit, e shqetësuar për përballjen që do ta priste. Ta shihte Tomin atje ishte e llimshme, por ajo kishte nevojë për përgjigje. Brenda, pëshpërimet e ndoqën, njerëzit e njohën. Përgojimi kishte nisur, por ajo qëndroi e përqendruar në kërkim të Tomit. Ajo pyeti disa nga të pastërtiet, disa e injoruan, të tjerët kërkuan diçka në këmbim, edhe pse u përball me rezistencë, ajo nuk u dorëzua. Duke shpenzuar dollarat e fundit që kishte me vete, ajo mblodhi copëza informacioni. Tom kishte qenë aty, por refuzonte të fliste për kafenen apo për të kaluarën. Ai ishte zhdukur sërish. Por
Por ajo nuk hoqi dorë, ajo mbaj fort tek shpresa se ai ishte ende diku aty jashtë. Ndërkohë thashë themet dhe komentet negative në rrjetet po shkatronin reputacionin e kafenesë së saj. Ajo ndjehej e pafuqishme, por nuk dorëzoi. Besonte se me këmbëngulje mund ta kthente gjithçka si më parë. Ndërsa situata përkeqësoi, ajo kishte frikë se kafeneja mund të mbyllej përfundimisht. Megjithatë mendimet për Tomin i jepnin shpresë. Ajo dëshironte vetëm një mundësi për të folur me të. Një ditë me shi, ajo mbyllei kafenen dhe përqafoi qetësinë e qytetit. E pas një mundësi për të reflektuar dhe për të ecur përpara. Filloi të kërkonte punë, duke shpresuar njëkohësisht të shihte Tomin gjatë rrugës. E zënë në një stuhi të papritur, ajo vrapoi për të gjetur stre, e shqetësuar se mos të humbiste. Brenda një dyqani të mbushur me njerëz, ajo qëndroi e lagur, por plot shpresë. Dhe pastaj, ajo e pa Tom. E pushtuar nga emocionet, ajo u afrua dhe i tha: "Tom, duhet të flasi." Biseda e tyre të hoqi vëmendje. Ajo që nisi si një mision personal ishte shndruar në një moment që të gjithë po i shikonin. Emocionet e Marianës shpërthyen më në fund. Zëri i saj dridhej ndërsa shprehte dhimbjen e saj, përpara një turme të heshtur që i shikte. Tomi i befasuar e kuptoi se kishte nevojë për privatësi dhe i sugjeroi të takoheshin më vonë në një restoran. Megjithëse hezitonte, Mariana pranoi me droje. Nuk ishte e sigurt nëse kjo bisedë do të sillte shërim apo plagë të tjera. Ti besonte sërish Tomit ishte e rrezikshme, por ajo kishte mall për një ndrim shpresë. Kur ai i dha unazën e artë të babait të tij, sendin më të çmuar që kishte, ishte një shenjë e guximshme për kushtimi. Mariana shtrëngoi fort, duke marrë atë si një premtim të vërtetë dhe vendosi të takonte në kafene. Unaza i dukej çuditërisht e njohur, duke i zgjuar kujtimet e largëta, por ajo e la këtë mister me një anë dhe mori rrugën drejt kafenesë së saj të mbyllur. Bashkëpuku i saj i kujtoi ditët më të mira, dhe ndërsa priste vetmuar për orë të tëra, shpresja e saj filloi të zbehej. Derisa më në fund, dera kërciti lehtë. Tom kishte ardhur. Prania e tij solli dritë në kafene dhe paqe në zemrën e Marianës. Ardhja e Tomit, që dikur ishte një burim ngushëllimi, tani mbante një peshë misterioze. Mariana ndjeu se ai po fshehte diçka, dhe megjithëse kishte frikë nga përgjigjet, ishte gati të ndëgjonte të vërtetën. Kur Tom e vuri sërish unazën në gisht, u duk i lehtësuar, dhe kjo thelloi kuriozitetin e Marianës. Ajo kuptoi se ai nuk kishte ardhur rastësisht. Vizita e tij kishte një qëllim. Tom e kishte vëzhguar Marianën nga larg, i tërhequr nga një shenjë që thoshte: "Kërkohet staf" në dritaren e kafenesë së saj. Stuhia i dha mundësinë perfekte për të hyrë brenda, duke shpresuar se aftësitë e tij në kuzhinë do t'i siguronin një vend pune, dhe ajo ja funksionoi. Ajo bë pjesë e botës së saj. Por faji shpejt zëvendësoi gëzimin. Çdo sekret dhe çdo gënjeshtër e bëri të ndjehej më keq. Ai mendoi se largimi do të lehtësonte gjithçka, por e bëri edhe më të vështirë, sidomos kur Mariana nuk hoqi dorë prej tij. Ndërsa ajo e pa drejt në sy, Tomi më në fund pranoi: "Mariana, unë jam vëllai yt", dhe pastaj kujtimet filluan të lidhen. Njohja e unazës, prania e tij, gjithçka mori kuptim. Mariana mbeti e shtangur. Tomi, i huaj që ajo kishte pranuar në kafene, ishte vëllai që kishte humbur shumë vite më parë. Unaza ishte babai të tyre, dhe kthimi i Tomit nuk ishte thjesht një vizitë, por një ribashkim shumë pritur. Largimi i Tomit nga shtëpia nuk ishte gjë vullnetare. Ai ishte të buar për shkak të sjelljes së tij të rrezikshme. Mariana u thye në zemër kur mësoi se ishte vet babai i tyre që i kishte përzënë. Tomi kishte mbajtur unazën si një simbol të asaj që nuk donte më të ishte, duke përdorur si motivim për të udhëhequr një jetë më të mirë dhe më të ndershme. Ndërsa punonin krah për krah në kafene, Mariana dhe Tom gjetën një harmoni të re. Dashuria për bashkë, ushqimi dhe njerëzit i ndihmonin të rritnin biznesin. Kuzhina e Tomit dhe aftësitë menaxheriale të Marianës e kthyen kafenen në një vend nga vendet më të dashura të qytetit. Dhe së bashku, ato u bën një dyshe e fuqishme që fituan vendin e tyre si një nga restorantët më të mira në qytet.